Kemi zhvillim ekonomik. Kalojmë tani në Tiranë. Atje ish ministri i mbrojtjes Piro Vengu i dorëzoi detyrën ministrit të ri Ermal Nufi. Në fjalën e tij, Vengu tha se Shqipëria ka rindez motorët e industrisë ushtarake. E ministri i ri Nufi tha se puna do të vazhdojë aty ku ka mbetur. Ministria e Mbrojtjes, unë e them shpesh, nuk është thjesht një dikaster, është një shtyllë e shtetit. Është vendi ku fjala siguri përkthehet çdo ditë në disiplinë, sakrificë, profesionalizëm dhe besnikëri ndaj dheut dhe kushtetutës. Siguria e një vendi nuk ndërtohet vetëm me strategji apo dokumenta të qarta politikisht dhe doktrinalisht, ajo ndërtohet çdo ditë nga njerëzit që punojnë, nga burrat dhe gratë që veshin uniformën, nga komandantët dhe drejtuesit që marrin vendime të vështira. Shtetet e Bashkuara po rrisin praninë e tyre ushtarake në lindjen